Me të çështja e kontrollit që ka të mirat e saj patjetër, por çfarë prodhon afatgjat për fëmijën? Kjo qenia gjatë gjithë kohës në mbikëqyrje, në moshën 12 vjeçare, se çfarë shikon ai? Ky kontroll nuk ndalon vetëm në moshën 12 vjeçare, si do ta vazhdosh kontrollin deri në një moshë të caktuar. Derisa ai ke informuar realisht pak më shumë. Dhe sigurisht kontrolli duke rritur fëmia, kontrolli bie pak nga pak derisa shikohet që është gati i pjekur i maturuar për t'u ekspozuar në botën e të rriturve dhe në këtë botën virtuale të të rriturve. Bëhet fjalë për mosha vulnerabël, delikate ku janë në formim të identitetit të tyre dhe ende nuk e dinë se çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe. Faktorët shoqëror janë të tillë, Truri fëmijëve tanë është në shitje. I ke shumë të ekspozuar. Kështu tha Macroni. Është në shitje. Truri i fëmijëve tanë nuk është në shitje, ndërsa Ornella po thotë që është në shitje, në sensin që media sociale apo Zuckerbergu me shokë që i kanë shpikur këto media sociale, pse janë njerëzit më të rëndësishëm në botë sot? Sepse janë ata që kanë akses të informacioni. Ai që ka akses të informacioni është njeriu më i pushtetshëm sot. Të kesh akses të informacioni i fëmijëve. Po, ti në këtë njëjtën kohë po ja heq fëmijës të drejtën për pas akses të informacionit. Po jo, më ka Zuckerbergu te truri jot informacioni. Po sipas ka te truri im kur ti sapo the që unë kontrolloj trurin e tij. Po pra jo, po e bëj unë pra po them. Po pra. Edhe Franca po bën këtë të njëjtën gjë, atë që bëj unë në Shqipëri, po e bën Franca në karolin kryesor në mendimin tim, politika të shtetërore, eksperimenti që bëri Rama me ndalimin e TikTokut do të dështojë eksperimentin. Ajo që bëri Rama me TikTokun ishte një vendim politik, e vendos ligjërisht ato gjë. Dhe një fëmijë në momentin që do të hapë një është ndryshe për një media dhe ndryshe të mbyllën të gjitha. Është tjetër gjë. Në impaktin që mund të marrë një vend. Do themi vënçën tonë. Pritu se kemi kohë. Erion, ka një diferencë shumë të madhe. Kisa e mbylljes së një aplikacioni, sigurisht që fëmia ikën nga TikToku shkon në një aplikacion tjetër. Pasmeri emisionit. Piçikuj, na, kjo është shishja e piçikuj. Hajde gëzuar gjithë një me këtu. Uj, shumë mirë. Ka gëzuar me Letiza, kështu ma bën me ile ky se pitimen, edhe pastaj. Jo, unë pitimen. Ai gëzuar me Letiza. Tani, unë e kam te kjo. Kolegja Këmgull, edhe kolegja Këmgull, që ne duhet të ruajmë shëndetin mendor të fëmijës. Tani, a ruhet shëndeti mendor i fëmijës me këtë bllokim? Këtë nuk e dim nëse ne konsultohemi një herë me një përgjigju asaj jo mua. Nuk konsultohemi një herë me një psikolog, me këto që janë profesionistë. Janë konsultuar, pra është propozuar dhe pritet miratohet në Senat. Më lejo Erion disa statistikat të fundit aktuale për moshat adoleshente në botë. 95% adoleshentëve përdorin rrjete sociale dhe një pjesë e tyre lidhet me rritje të depresionit dhe ankthit. 95%. Dhe prandaj quhen brezi i ri, brezi i ankthiozëve, të shqetësuarve, ku çdo gjë që shohin, janë vulnerabël psikologjikisht, e përjetojnë traumë. Raportojnë se e përjetojnë 17 vjeçët janë të mbrojtur në traumë. Ai se përgjigju. Eksperteje. Janë 17 vjeçët janë të mbrojtur në traumë. Jo. 18 vjeçët janë të mbrojtur në traumë. Depresioni ruan 19 vjeçarët, 20 vjeçarët, 21 vjeçarët. Jo. Unë këtë s'përmenda mosh, unë thash të gjithë adoleshentët, adoleshenti është deri në moshën 18 vjeç. Jam dakord, po pse a edhe depresionin rrjetit social? Dhe pse nuk ja depresionin? Patjetër që po. Po, edhe bluzës që ai do veshin në klasë nesër pa rrjet social fjalë. 1 në 5 fëmijë, po më lëu që ti përfundon statistika që të t'jap sens edhe për pjesën se pse zgjodha këtë statistika. 1 në 5 fëmijë është përballur me cyberbullizim, një problem që lidhet me simptoma të rënda mendore dhe izolim social. Pra, komunikojnë në WhatsApp apo platforma, shajnë dikë, shpërndajnë ke grupi dhe kjo quhet formë ku fëmia përjeton një turp shumë të madh dhe nuk del nga shtëpia, izolohet. Kjo është përbëhet një fenomen shumë shqetësues dhe në realitetin tonë. Nga shtëpia nuk duhen ligje për t'ju bllokuar rrjetet sociale. Duhen ligje që t'i bëjnë. Po jap të dhëna që janë jo vetëm në ndoshta një sport i rifal, asnjë ti motivoj që ata të keni arsye pse të dalin nga shtëpia fëmijët. Eksakt, por duke qenë se nuk mund të kontrollohet dhe kanë parë si hormonë vetë. Është e pamundur për të kontrolluar. Pra prindi nuk